Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Mos u frikso, se Zoti yt është ai që fal gabimet dhe pranon pendimet. A nuk të zgjerohet gjoksi, të largohen brengat dhe shqetësimet, e të shtohet lumturia kur dëgjon fjalën e Allahut të madhëruar? Thuaj: o robërit e mi, që e keni ngarkuar veten me shumë gabime, mos e humni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që fal shumë dhe është mëshirues. Ajeti fillon me pasthirmën: o robërit e mi, që zemrat të tërhiqen më fort ndaj kësaj thirrjeje e të zbuten më shumë shpirtrat e atyre që i humbën shpresat. Në këtë varg kuranor veçohen ata që i ngarkuan vetet e tyre më shumë se të tjerët, me mëkate të shumta dhe gabime të mëdha. Ai u andaloi atyre humbjen e shpresës dhe premtoi për ta falje e mëshirë ndaj mëkateve, qofshin të vogla apo të mëdha, të fshehura apo të hapura, nëse pendohen me sinqeritet të thellë. Pastaj Allahu e cilësoi veten me përemër veçues dhe me lamin shques, çka tregon rast të përveçme. Me të vërtet, ai, Allahu, është që fal shumë dhe është mëshirues. A nuk gëzohesh dhe kënaqesh kur dëgjon fjalën e Allahut? Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetes, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush i fal mëkatet përveç Allahut? Dhe që duke e ditur, nuk vazhdojnë në ato që kanë punuar. Nëse largoheni prej mëkateve të mëdha të cilat ju janë ndaluar, ne ju shlyejmë mëkatet e vogla dhe ju fusim në një vend të ndershëm. E sikur të vinin ata te ti, pasi që ta kenë dëmtuar veten, e të kërkonin vetë ndjes te Allahu, edhe i dërguari të kërkonte ndjes për ta, ata do ta kuptonin se Allahu pranon pendimin dhe është mëshirues. Nuk ka dyshim se unë e fal atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira e që përqendrohet në rrugën e drejtë. Pa të meta është lartmadhëria e tij. Sa i mëshirshëm është ndaj robërve të vet. Aq të madhe e ka mëshirën, sa që dhe ata që i bën shok Allahut janë të falur nëse pendohen. Gjithashtu bën kufër ata që thanë: Allahu është i treti i treve. S'ka gjithësi tjetër pos një Allahu, e nëse nuk pushojnë nga ajo që thanë, ata prej tyre që nuk besuan, do t'i kap dënimi i dhimbshëm. E pse të mos pendohen dhe të kërkojnë falje te Allahu, kur dihet se Allahu fal shumë dhe është mëshirues? Pejgamberi tregon në një hadith kutsi: thot Allahu: o biri i Ademit, përderisa ti më lutesh mua dhe shpreson në mua, të gjitha gabimet që ke bërë ti shlyej dhe ti fal. O biri i Ademit, sikur gabimet e tua të arrijnë kupën e qiellit, ato i ket falura nga unë, po qese pendohesh. O biri i Ademit, nëse më vjeni mbushur me mëkate, qofshin ato sa gjerësia e tokës, e të takohesh me mua, e nuk më ke bërë shok, gjerësinë e tokës ta kthej me falje mbi mëkatet e tua. Pejgamberi thot në një hadith të saktë: vërtet, Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohen gabimtarët e ditës, dhe e shtrin dorën e rahmetit ditën të pendohen gabimtarët e natës, gjersa dielli të lind nga perëndon, do me thënë ditën e gjykimit. Pasha Allahun në dorën e të cilit është shpirti im, sikur mos kishit gabuar,
Allahu do t'ju kishte zhdukur dhe do t'kishte krijuar një popull tjetër që gabon dhe lyp pendes prej Allahu, e Allahu është falësi i tyre. Secili nga ju gabon, e më i miri gabimtar është ai që pendohet. Robi që bën mëkat dhe thot, o Zoti ynë, ma fal gabimin që bëra, se me të vërtet atë se fal kush tjetër përveç teje, pastaj përsëri bën mëkat dhe thot, o Zoti ynë, ma fal gabimin që bëra, se me të vërtet ti je ai që fal shumë, e pastaj përsëri bën mëkat dhe thot, o Zoti ynë, fal ma gabimin që bëra, nuk e fal gabimin kush tjetër përveç teje. Allahu thot, e di robi im se për të ka vetëm një Allah, që ndëshkon për gabimin dhe e fal atë. Pra le të bëj robi im çfarë të doj. Dhe kuptimi i këtij hadithi është se përderisa robërit pendohen dhe kërkojnë falje për gabimet e bëra, jam unë ai që i fal ata. Mos u brengos se gjithçka është sipas caktimit. Çdo gjë të pret në bazë të caktimit dhe dëshirës së Allahut, e kjo është edhe themeli i besimit islam. Pasuesit e Muhamedit ishin ata që e ushqyen këtë themel dhe ecën në rrugën e drejtë. Asgjë nuk ndodh në këtë hapësirë përpos me dijen, lejen dhe caktimin e Allahut. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e të mos jetë në shënime para se të ngjaj, e kjo për Allahun është e lehtë. Ne çdo sende kemi krijuar në mas të caktuar. Në hadithe thuhet, është për t'u habitur me besimtarin. Në të gjitha punët e tij sheh hajrin. Nëse i bjen një e mirë, e falenderon dhe është mirënjohës, e nëse e godet një e keqe dhe bën durim, është hajër për të. E kjo s'është për tjetër kënd, veç për besimtarin e vërtet. Nëse ke një nevojë për të kërkuar, mos kërko nga askush tjetër, veç Allahut. Nëse ke nevojë për ndihmë, kërkoja ndihmën Allahut. Dhe dije se e tërë njerëzia të grumbullohet e të ndihmoj, s'mund të japin veç asaj që të ka caktuar Zoti. E nëse grumbullohen që të dëmtojnë, s'mund të bëjnë dëm në asgjë, veç asaj që ka caktuar Zoti. Janë ngritur pendët dhe janë tharë fletushkat. Dije se ajo që të ka goditur s'ka mundur të të anashkaloj, e as ajo që ka kaluar s'ka mundur të të godas. Mbroje atë që ke dobi dhe kërko ndihmë prej Allahut, e mos u bëj përtac dhe mos thuaj, si kur të kisha bërë këtë dhe atë, do të ndodhte kështu e ashtu, por thuaj, ky është caktimi i Allahut dhe çfarë dëshiron ai, bëhet. Allahu thot, por mundet që ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju. Dhe mundet që ta doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini. Këto janë caktimet që nuk i ngjajnë as pak lojës. Luma mjerë rrjedhin caktimet në përvrim të gjelparas. Mos u brengos, por prite mëngjesin. A nuk është mëngjesi afër? Mëngjesi të brengosurve dhe pikëlluarve fillon të shfaqet. Shi sa bukur agon, sa miri qel dyert e erta drita e saj. Arabët thonë, kur të shohësh se litari është tërhequr tepër, dije se do të kputet. Sa më tepër të shtohet ngushtësia, aq më afër e ke rrugdaljen. Allahu thot në Kuranin famlart, e kush e ka frikë Allahun,
ai ati ja shlyen të këqijat dhe ja shton shpërblimin. E kush i friksohet Allahut, ai ati ja lehtëson punën. Derisa të dërguarit gati e humnin shpresën dhe mendonin se u përgënjështruan, atëherë u erdhi atyre ndihma jonë. Ne shpëtuam atë që deshëm. Lexo fjalët e poetit, sa bukur i ka thurur. Disa sy fjetën, e disa si zuri gjumi. Për çështjet që do bëhen apo do ngelin. Lëshoj i brengat nga truri, aq sa ke mundësi, të mbash mërzi, sa s'mundesh është çmenduri. Ti beson në një Zot që nga dora s'të lëshon dot. Ashtu si s'të haroj dje, s'të haron as sot. Fjalë tjetër poetike. Lëri përcaktimet të rrjedhin e mos u përpiq t'i frenosh. Kur në mbrëmje syt t'i mbyllësh, mendjen nga të këqijat ta çlirosh. Sa qele mbyll syt, çështja mund ndryshoj. Allahu prej një gjendje në tjetër shpesh ndodh ta shndroj. Vetëm një moment. Mos u brengos se pasurinë që ke pranë, pallatet e larta për mrekulli, kopshtet e gjelbëruara plot gjallëri, bashkë me pikëllimin, mërzit, plagët e dhimbjet, vetëm sa ta shtojnë më tepër terrin që të ri zgavër në sy. Mos u pikëllo se nuk të sjellin dobi as barrat e rekomanduara nga mjekët që ti i pi, as këshillat e tyre. Si mund të ndihmojnë kur ti e ngulit e mërzin në zemër si kuti? Dyshemeja e vujtjeve tuaja ri shtrirë në dritat e syve. Ja shtrive krahët dhe këmbët mërzis që të depërtoj më mirë në ty, pastaj u mbulove me lëkurën e trupit tënd. Mos u trishto përderisa ke lutjet drejtuar Allahut dhe përpiqesh ti mënjanosh nga rruga pengesa që ta kanë zënë kalimin. Dhe e disit që ndrosh pranë dyerve të mbretit të mbretërisë. E as mos u friko kur me ty është pjesa e tretë e natës dhe ke orë të tëra për ta mbështetur ballin tënd në tokë dhe për të bërë sejdën. Mos u mërzit, se me të vërtet Allahu krijoi për ty tokën dhe gjithë çka ekziston në të. Plasi tokën për ty dhe nxori mbi sipërfaqen e saj kopshte të bukura magjike që të kënaqin shpirtin me pamjen e tyre. Në tokë edhe palmat e larta e të drejta. Sipër ke qiellin e zbukuruar me yje të ndritshme, mbi tokë ke lumenj të vegjël që rrjedhin me ngadalësi. Po tu qëndrosh pranë, menjëherë ta sjellin gjumin. Por ç'të bëj kur përsëri të shoh të pikëlluar? Vëlla, mos u mërzit të them. Ke ujin e pastër freskues. Merr ajrin e pastër që të hap gjoksin. Ti po ecën me këmbë të shëndosha dhe natën e kalon në siguri. Mos u brengos, por sa më tepër kërkoj falje Zotit tënd, se ai me të vërtet është që fal shumë. Unë u thash, kërkojini falje Zotit tuaj, se ai vërtet fal shumë. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk, ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte e ju jep lumenj. Nëse dëshiron ta shikosh daljen e tunelit dhe të jesh i qetë psikikisht, kërkoj sa më tepër falje Zotit tënd, se ai të jep furnizim të mirë, fëmijë të mbar dhe të zbret shi të mjaftueshëm kur jenë nevojë. Po ta citoj lutjen e rëndësishme e cila transmetohet nga Buhariu. O Zoti ynë, ti je një dhe përveç teje tjetër nuk ka. Ti më krijove mua dhe unë jam robi yt. Jam në besën tënde dhe i qëndroj me plot durim premtimit tënd, aq sa kam mundësi. Të kërkoj falje ndaj gabimeve që kam bërë. Pranoj se të mirat që kam janë vetëm prej teje
dhe se ti mi dhurove. Paranoj se të këqijat që bëra janë nga unë, e falsi im je ti, dhe gabimet s'mi fal kusht veç teje. Përderisa vllai dashur gjua të ri e lagur me këto fjalë të lutjes, mos u mërzit, se shpirtin do ta gjesh të qetë e të lumtur. Allahu thot: pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Ju më kujtoni me adhurime, unë ju kujtoj me shpërblim. Dhe kur të ngrihesh, madhëroje me falënderim Zotin tënd. Edhe gjatë natës adhuroje atë, si dhe kur yjet zduken ma. O ju që besuat, kur të ndesheni me ndonjë grup, përqëndrohuni e përmendni çdo herë Allahun, që të arrini fitoren e dëshiruar. Pejgamberi thot: shembulli i atij që e përmend Allahun dhe i atij që nuk e përmend atë, është si shembulli i të gjallit me të vdekur. A dëshironi t'ju tregoj se cila është vepra më e mirë dhe më e vlefshme tek mbreti juaj, Allahu, e cila është më e vlefshme se ari dhe argjendi, më e vlefshme se sa kur e takoni armikun tuaj e përlesheni me të, dhe kur jeni në kulmin e luftës ndaj tij? I thanë: po, i dërguari i Allahut. Tha: të përmendurit, dhikri i Allahut. Në një hadith tjetër të vërtet thuhet: erdhi një njeri te i dërguari i Allahut dhe i tha: o i dërguari i Allahut, dispozitat dhe rregullat e legjislaturës islame më duken të shumta për mua, kurse unë jam plak e s'ka mundësi t'i kryej të gjitha. Ndaj më tregoj një gjë në të cilën mund të përqendrohem e të mos e lëshoj kurrë. Tha: mbaje gjuhën tënde të njomur me të përmendurit e Allahut.